Jemi drejt fundit, por unë në pozicionin e diplomatit, ambasadorit, dhe doja t'ju drejtoja apo të merja një opinione për pjesën e vendosjes së armë pushimit Izrael-Hamas, kështu që është një ngjarje shumë e madhe që shpresohet të vijohet dhe të kthehet në një paqe, por sa i besueshëm është ky armë pushim, duke marrë parasysh historikun e marrëveshjeve që janë shkelur në fakt, zotja Jazi, më parë. Pyetje shumë interesante. Së pari, pa dyshim që gjithë kush është i lumtur që erdhi më me qoftë dhe sikur jetë në nivelin e armëpushimit përsëri është një arritje e madhe. Nuk po merren jetë njerëzish. Dhe kjo është ajo që është së pari impresioni ose më saktë efekti direkt që merret nga kjo. Unë kam pasur rast të diskutoj me kolegët tuaj për këtë punë dhe gjithmonë kam pasur perceptimin tim personal për aftësitë e presidentit Trump për të bërë diella. Pra për të bërë marrëveshje. Jo gjithmonë kanë qenë suksesshme, por është në natyrën e tij, ndoshta kjo lidhet edhe me faktin që ka qenë biznesmen i suksesshëm, që po s'ulen tavolinë, shanset janë shumë të pakta që të zgjidhë diçka. Në këtë aspekt, ai duke mos pas komplekse të tilla, gjithmonë i ka afruar palët. Dhe do të thoshë që sigurisht pra do të jetë edhe si monitorues në pjesën e zbatimit. Apo jo? Në fakt, kjo është tepër e rëndësishme. Kjo është tepër, do kishte pikë vlere, po të mos ishte kështu. Pra nëse i lihet përsëri në dorë aktorëve që të bëjnë çfarë duan, është punë e mbaruar, po kjo është të bëhet diçka dhe sigurisht jo vetëm në Shtetet e Bashkuara si Shteti i Bashkuar, por edhe institucionet botërore, siç janë Kombet e Bashkuara etj. Dhe ekipi që ato po krijojnë, janë e rëndësishme është në këtë mes të mbahet transparencë. Edhe herë tjetër nuk çuditem shumë që i arriti Trump këtë punë, por si që thatë dhe ju nuk është që letë për të realizuar. Atëherë, surprizat apo pengesat kryesore që mund të aprishnin të gjithën, kush mund të ishin? Së pari, pavarësisht shiko, arsye mund të ketë pafund. Një arsye do të ishte edhe sikur le të themi, do të thjesht në hipotetike. Sikur të pretendohet që okej, nuk është bërë çfarë premtuar përse për këtë lirimit pengjeve, ose përse për këtë lirimit burgosurve politik të Hamasit ose palestinez në Izrael. Kjo mund të jetë një shembull, ose mund të jetë një arsye për të rifilluar historia për fillimit. Këtu besoj se ky që suksesit është në vetëdijshmërinë e faktorit ndërkombëtar dhe veçanërisht Shtetet e Bashkuara në këtë rast, në këmbguljen për zbatimin e marrëveshjes. Dhe kjo duhet për mendimin tim duhet të shoqërohet edhe me një listë, do të thosha sanksionesh në qoftë se këto nuk bashkohen. Po pra, kush e shkel marrëveshjen do të ketë sanksionime nga faktori ndërkombëtar. E thonë në anglisht është who is who. Po su përcaktuan pikat saktësisht. Ora çfarë ndodh nëse ti se bën këtë punë? Nëse bën këtë punë, ti je përgjegjës për këtë punë dhe përgjegjësia përkthehet. Kjo. Vetëm kështu unë besoj që mund të jetë më i besueshëm, po jo 100% i besueshëm. Është qartë. Pyetja ime fundit, në këtë fazë të parë, kush përfiton më parë, pengjet izraelite apo të burgosurit palestinez? Nuk e di, konkretisht se kush përfiton më shumë apo më parë, sepse më tepër, po. Kjo varet se si është bërë marrëveshja saktësisht, por më sa di unë të bën më në 24 orësh. Nëse të bie dakord, bën më në 24 orësh. Pra, përfitimi është i përbashkët. Të gjithë përfitojnë. Mos harrojmë diçka që është shumë e rëndësishme dhe vetë populli izraelit ka lëvujt mjafton këtë punë. Ju e dini se sa demonstrate, sa protesta kanë bërë për lirimin atyre pengjeve. Shqyrë edhe ky do jetë një fund një makt të madh. Mos flasim pastaj për palestinezët të cilët është kthyer, domosdoshmë ka qenë një marrë i vërtet. Kështu që çdo kush është i kënaqur me arritjen e kësaj marrëveshje, po do ishim shumë të kënaqur nëse kjo marrëveshje do zbatohej pikë për pikë. Zotja Jazi, jam në fund fare të bisedës, shumë kënaqësi kjo bisedë, ju kam dëgjuar me përsërisht, besoj pa diskutime edhe publiku, e do të ishte kënaqësi nëse më vonë do të kishim të tjera biseda së bashku, por një pyetje që mund të tingëlloj klishe, por që gjithsesi unë dua t'ua bëj drejt për drejt. Në këndvështrimin tuaj, sa vend i sigurt është Shqipëria? Shqipëria është vend i sigurt. Së pari, Shqipëria është tash për çfarë po bëjmë fjalë, për sigurinë kombëtare apo për sigurinë publike? Janë dy gjëra të ndryshme. Të dyja bashkë. Nëse mi përmbledhni shumë shkurt. Për sigurinë kombëtare Shqipëria është aq e sigurt sa është e sigurt vetë NATO-ja. Dakor? Pra, pse? Sepse jemi pjesë e organizatës më të madhe botërore të dhe janë benefitet që sjell kjo. Të anancët militare dhe politike. Përsa përket sigurisë publike, siguria publike sigurisht
ka problemet e veta, po nuk shikoj se njerëzit janë të friksuar nga diçka. Diçka është, niveli i krimit është rritur. Dhe sofistikimi i tij është rritur veçanërisht. Kjo është edhe problemi më i madh që shteti shqiptar e ka për detyrë ta zgjidhë, edhe shteti shqiptar e ka edhe për detyrë edhe besoj që është edhe qëllimi i tij kryesor. Kjo është themelore. Sepse nëse dikur, kur unë kam qenë drejtues shërbimi, sigurisht ka pas plot grupe kriminale, por sot të grupe kriminale janë bërë miliarder. Janë bërë jashtëzakonisht pasur. Dhe këto nuk është se vetëm kërcënojnë, ose më kërcënojnë fizikisht sigurinë kombëtare. Këto janë tasë të penetrojnë, të janë tasë të blejnë sigurinë kombëtare. Kjo është problemi i madh, kjo është problemi i jashtëzakonshëm. Në këtë aspekt flasi, është sfidë shumë e madhe për shtetet dhe për gjithë shoqërinë shqiptare. Këtë duhet ta ndaj mirë. Nuk bëhet në një shoqëri të zhvilluar, siguria kombëtare nuk është institucioneve, siguria kombëtare është të gjithëve. Që thotë që të gjithë kanë për detyrë me mbrojtë rendin publik. Të gjithë kanë detyrë me raportu ku thyet ligji. Pra kontributi të gjithëve. Është kultura të gjithëve bashkë. Këtu, nëse duhet jemi qytetarë të vendit dhe presim të jemi, kjo është detyra jona. Shumë faleminderit për bisedën dhe për kohën tuaj. Nëse ishte imja, faleminderit për jush. Përfundon kjo intervistë, nderuar shikues, me ish-kreun e Shërbimit Informativ Shqiptar, diplomatin Visho Ayazi Lika. Shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak.